Gati 29.000 vota që janë hequr kandidatëve dhe gati 16.000 vota që janë shtuar kandidatëve që ua kishin hequr këto vota gjatë rinumurimit, por duhet theksuar për audiencën e Shqipërisë që vendin e parë mban Partia Demokratike e Kosovës për tjetërsimin e votave mes kandidatëve të saj. Një kandidati, mos gaboj unë, zonja Lama, janë hequr edhe 6.000 vota apo jo në Prizren. Kandidat i panjohur kështu në nivel kombëtar, por si duket atje në nivel lokal e ka parë të arsyeshme që komisionerët i dirigjoj. Faktikisht, siç e thash, ky nuk është një fenomen i ri, por ajo çfarë është e re është se tashmë edhe manipulimi i votave ndërmjet kandidatëve, pra të njëjtit subjekt politik, po shihet si një problem jashtëzakonisht i madh, sepse pandi në të shkuarën, sado që edhe unë jam nga ato që kam ngritur zërin, që po manipulohen votat brenda subjekteve, nuk merri si fenomen shumë serioz dhe si çështje shumë serioze kjo. Pra, me që janë brenda partisë nuk ka problem. Nga një kandidat i shkoj një tjetër, po s'është problem. Por në të vërtetë është po aq manipulim sa që është ndërmjet subjekteve politike, sepse një kandidat mund të hyjë në mënyrë të pamerituar, pra të pavotuar në parlament, ndërsa dikujt tjetër që mund të jetë votuar nga qytetarët, i mohet kjo drejt, pra është drejt për drejt tjetërsimi i vullnetit të qytetarëve. Kështu që mendoj që ka bërë mirë KQZ-ja që pas mostrave, pra, sepse në fillim ligji kërkon që të rinumërohen disa mostra në të gjithë Kosovën, të rastësishme, doli që ky manipulim, shkalla manipulimit ishte goxha e lartë dhe KQZ-ja mori vendim që t'i rinumëroj dhe në fakt ishin të gjitha subjektet politike që kërkuan një gjë të tillë. Dhe këtu është ai ndryshimi ndoshta edhe me Shqipërinë, që në momentin që preket vota, së paku nuk ka rezistencë, siç ndodh në Shqipëri rëndom, domethënë ku barrikadohen lloqet kundër njëri tjetrit dhe manipulimi shkon deri në fund. Dhe bëhet luftë e jashtëzakonshme këtu, jo, secili ka kërkuar që të lajë duart e veta dhe fytyrën e vet dhe kërkojnë që të gjitha votat të numërohen, dhe kjo është mirë, kjo është më demokratike, do të thoya. Ajo që kam vënë re unë, zonja Lama, është që liderët kryesorë të partive kryesore kanë diferenca shumë të vogla votash, ose i shtohen ose i hiqen, kurse nami është bërë me kandidatë të tjerë që kanë nga 6.000 vota plus 2.000 vota, 1.000 vota, dhe po e ritheksoj për audiencën e Shqipërisë. Në vend të parë është Partia Demokratike e Kosovës, në vend të dytë është Lidhja Demokratike e Kosovës, vjen vetvendosja dhe AAK-ja është e katërta. Kështu është piramida e abuzimit me votat dhe tjetërsimet, apo jo? Tani, fakti që nuk ka shumë ndryshim të madh për votat e liderëve, mendoj që është një shenjë mirë që i bie që dirigjimi i votës nuk ka ardhur nga kreu i subjekteve politike. Kjo është shumë e rëndësishme, por do të thotë që ky dirigjim ka ndodhur në nivel lokal. Për sa i përket përqindjes së partive politike, sigurisht që ka dallim edhe për sa i përket, domethënë, shumës së votave për secilën parti. Partia Demokratike ka dalë më keq dhe kjo, domethënë, me të vërtetë është një njollë e errët për këtë subjekt politik, por sigurisht që kudo që ka pasur vjedhje dhe manipulim, pavarësisht nga përmasat, ajo mbetet vjedhje, ajo mbetet vepër penale dhe besoj që komisionerët në bazë të ligjit në Kosovë do të ndëshkohen në lidhje me këtë. Dhe votat duhet të jetë të paprekshme. Mendoj që vetë subjektet politike, spaku liderët, janë në presion të vazhdueshëm. Në çdo palë zgjedhje ka pasur ankesa nga kandidatët, por duhet ta kesh parasysh që është shumë e vështirë që në bazë të sistemit, në bazë të ligjit, një kandidat që ka dyshime të caktuara që janë manipuluar votat, vetëm nëpërmjet fakteve konkrete, fotografi etj mund të bëjë ankesën. E ka pothuajse të pamundur që ta ankohet. Kështu që prandaj në të shkuara nuk është bërë shumë problematik, kjo nuk është problematizuar shumë kjo çështje, por tani shumë mirë që doli, ky sistem faktikisht, domethënë sistemi me lista të hapura, ngjall një garë të jashtëzakonshme brenda subjekteve politike, më shumë se sa ndërmjet subjekteve politike. Dhe kjo është një nga mangësitë, duhet thënë, të këtij sistemi, por asnjë lloj sistemi zgjedhor nuk është perfekt për hir të së vërtetës. Të gjitha, edhe me lista të hapura, edhe me lista të mbyllura, edhe me një zonë zgjedhore, me shumë zona zgjedhore, edhe sistemi magjoritar, edhe ai proporcional kanë, si më thënë, anët pozitive dhe ato negative. Kur mundon vullneti,
i përfaqësuesve politik, sigurisht që aty mund të bëhen manipulime. Por besoj që këtë herë do të jetë një reflektim për partitë politike për të mos lejuar një gjë të tillë në të ardhmen. Edhe këtu të le çfarë nuk ndodhi mbas 11 majit kur aq vota sa u rinumëruan, po të kujtoni rrot më rrot ishte Blerina Gjylameti me Olta Xhaçkën për marrjen e votave njëra apo tjetra, apo edhe deputeti Qarkut Fierit kur u rinumëruan votat. Gjithsesi zonja Lama, ky skandal që ka ndodhur me votat e kandidatëve për deputet nuk e prek rezultatin që kanë marrë partitë politike apo jo. Edhe pse këto ditë unë kam parë reagime të shumë individëve, analistëve, gazetarëve që ngren pyetjen në Prishtinë, ka rinumurim për shkak të këtij skandali, po a duhet të kemi rivotim sërish? Unë mendoj që nuk duhet të ketë rivotim, mendoj që rinumurim, nuk ka pasur ankesa që ka manipulim të fletëve të votimit, por ka manipulim në hedhjen e të dhënave në regjistër. Pra vota në kutitë e votimit është ashtu siç e kanë hedhur qytetarët dhe nëpërmjet rinumërimit korrigjohet ky lloj manipulimi. Spaku ky është informacioni që ka ardhur deri tani. Ndërsa për sa i përket rezultatit ndërmjet subjekteve politike, ai nuk besoj të ndryshojë sepse siç e thash, secili komisioner e mbron votën e partisë së vet. Kur numërohen, ata i ndajnë, fillimisht lexohen votat për subjektet politike, ndahen dhe pastaj komisionerët sipas partive të tyre merren vesh, gjë që është e kundralishme, dhe thonë ti numëroj votat e kandidatëve të partisë tënde, unë i numëroj partisë time, etj. Është një lloj marrëveshje që zhvillohet atje, domethënë në qendrat e numërimit, por që është në kundërshtim me ligjin.